Bashkia Lezhës është një nga 26 njësitë vendore e cila do t'jetë pjesë e hartimit të planit përgjithshëm vendor, projekt ky i qeverisë shqiptare. Ky fakt është bërë i ditur nga kryebashkiaku i Lezhës Fran Frokaj, sipas të cilit plani i ri do të përfshijë të gjithë njësitë administrative të Lezhës, duke i dhënë fund masakrës urbane të këtij rajoni. Bashkia Lezhës është një nga 26 bashkitë të përfshira, natyrisht me vullnetin e kryetarit të bashkisë. Unë e pranova këtë oportunitet të qeverisë dhe pranova zgjedhjen që të bëhet një tender nga qeveria për në hartimin e planit përgjithshëm vendor. Të integruar natyrisht në të cilët janë të brendashkruar të gjitha njësitë vendore. Ritmet po ecin, në fakt kemi një pak qëdim nga fati i parë në të cilin ne kishim qoftë me ministrin Gjermeni, qoftë me kryeministrin, pasi premtimi ishte që në fillimin e 2016 ne ta kishim të përfunduar. Por gjithsesi, natyrisht, burokracitë unë mirë kuptoj, nuk i lejoj, por janë fenomene që ndodhin dhe shpresoj që në afat të shkurtër unë mora kontakt pas takimit me kryeministrin edhe me firmën fituese dhe shpresoj që brenda 6 muajve të parë ky problem do mbyllet. Pas kësaj ka edhe një vazhdim afat të shkurtër, le të themi, detajimet, pra plani detajuar vendor, por gjithsesi shpresoj që besoj që 2016 me një fardhime të kaloi pa ndonjë zhvillim shumë interesant e drejtim. Kjo na krijon pak handicap edhe me firmat ndërtuese, po na krijon një handicap edhe me të ardhurat në bashki, pasi bien natyrisht është një nga treguesit e cila ka furnizuar bashkinë me të ardhura. Frokaj ka shtuar se gjithë ky projekt i qeverisë shqiptare do bëhet në mbikëqyrjen e bashkisë dhe gjithçka do të përfundojë brenda vitit 2016. Shpresojmë që të përmirësohet deri në fund vitit, pastaj me qenë se mandati im është 4 vjeçar, shpresoj që të shpejtoj ritmet dhe të mbaj premtimet të cilat i kam dhënë elektoratit. Me miratimi i planit është një plan shpresoj që të jetë korrekt. Unë besoj që do të jetë korrekt sepse do të bëhet me mbikëqyrjen e bashkisë. Do të jemi ne ata që do përcaktojmë kushtet dhe të vendosin pikën mbi. Pra një herë mirë qytetarët të dinë ku ndërtohet dhe ku nuk ndërtohet, çfarë ndërtohet, dhe të mos kemi nevojë shumë për bryla dhe për misira jashtë hapësira dhe jashtë mundësive dhe jashtë logjikës njerëzore. Për shkak të mungesës së planit urban, thekson Frokaj, zhvillimi deri tani i Lezhës ka qenë kaotik dhe duke mos marrë as pak në konsiderat projekte zhvillimore të hartuara nga institucionet vendore.